Personat me aftësi kufizuar nuk marrin dot shërbim në shumicën e institucioneve në Vlorë, sipas Hysen Muhametit, kryetarit të shoqatës së invalidëve, para dhe tetraplegjik. Institucionet në Vlorë, në cilat janë rampat, numërohen me gishtat e dorës, duke mos u dhënë mundësinë këtyre personave të futen në to. Rampat, sipas Muhametit, mungojnë edhe në godinat që ofrojnë shërbimin mjekësor kaq shumë të nevojshëm për këto kategori personash. Muhameti thotë se edhe në qendrat shëndetësore rampat janë ndërtuar në mënyrë jo të duhur, duke u kthyer në jo funksionale. Përshtatshmëria e institucioneve me rampa, sipas Muhametit, është një drejtë që garantohet me ligj për këto kategori personash, por që asnjëherë nuk zbatohet. Nuk i kanë mundësit për të hyrë në këto. Unë e kam thënë me gishtat e dorës mund të numërosh institucione në Vlorë që mund të kenë rampa, institucionet e tjera nuk kanë, por ne kemi folur në vazhdimsi, flasim për të ofruar këtë lloj shërbimi, por gjë që nuk është realizuar, nuk. Të shëndetësisë në përqendrat shëndetësore janë rampat, por në shumë institucione në këto qendrat shëndetësore nuk ke mundësinë e kthimit, sepse në disa vende dhe dyert hapen në krahun e kundërt, hapen nga jashtë. Nga vjen rampa, nuk janë funksionale, kupton? Kështu që në ato qendrore unë e kam ngritur dhe shumë herë edhe në spitalin e qytetit nuk ka akses për person me aftësi të kufizuar. Të lëviz vetëm në për korridore, se në banjat e spitalit nuk mund të hysh dot apo to. Pra dhe aty vazhdon një shërbim. Dhe aty vazhdon e njëjta gjë, shërbimi nuk ofrohet aty ku duhet. Kur flasin për të marrë dokumentash, institucione kryesore s'bëhet fjalë. Nuk bëhet fjalë fare. Është një drejtë ligjore besoj kjo. Po patjetër që është e drejtë ligjore për person që duhet, ka persona nga ne që unë e kam thënë dhe shumë herë që jetojnë vetë vetëm. Duhet i shërbejnë vetes, qoftë për të ushqyer, qoftë për të marrë shërbime të tjera, kështu që ndaj flitet për infrastrukturën. Infrastruktura do të jetë gjithë përfshirje për personat edhe me aftësi të kufizuar dhe ata që janë të saktë. Kuptohet që ofrimi i shërbimit nga ana e personit duhet bëhet në mënyrë autonome. Do të vazhdojnë kërkesat tuaja dhe ankesat në drejtim? Po patjetër që do të vazhdojnë kërkesat tona dhe ankesat tona, ne për të punë jemi këtu. Kështu që do flasim, kemi folur, do flasim dhe shpresojmë. Të shpresojmë pastaj. Personat me aftësi të kufizuar, para dhe tetraplegjikët e kanë të pamundur madje për të shkuar drejt institucioneve për shkak se rampat në Vlorë mungojnë dhe në rrugë apo trotuare. E vetmja mundësi është lëvizjen me automjet, teksa në brendësitë të tyre mund të futen vetëm me ndihmën e qytetarëve.